Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë tha se është e shqetësuar për shkak të deklaratave që vijnë nga Mali Izi, lidhur me mbështetjen për pavarësinë e Kosovës dhe lobimin aktiv për antarësimin e Prishtinës në organizata ndërkombëtare. Një ditë më parë, ministri i Punëve të Jashtme të Malit të Zi, Ervin Ibramović, deklaroi gjatë një interviste në RTV Mali Izi se do të mbështeste antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Mali Izi do të japë mbështetje të qartë kur të ngrihet çështja nëse Kosova do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian apo e Këshillit të Evropës, ka deklaruar Ibrahimović. Edhe pse disa nga partitë që janë pjesë e koalicionit qeverisës në Mal të Zi nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, Ibrahimović u shpreh se beson se ky qendrim nuk do ta rrezikojë koalicionin duke pasur parasysh se Mali Izi ka prioritete të qarta në politikën e jashtme. Një nga këto prioritetet janë dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore, tha Ibrahimović. Mali Izi njihet nga partnerët ndërkombëtar si një vend që kultivon marrëdhënie të mira fqinjësore, prandaj do të mbështesim shtetin tonë mbi Kosovën, sepse është prioriteti i politikës së jashtme, që ajo do të jetë antare e radhës së Bashkimit Evropian dhe kjo nuk mund të bjerë ndesh me qëndrimet tona, është shprehur ai. Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë si vlerësoi deklaratat nga Mali Izi si në kundërshtrim me të drejtat ndërkombëtare dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara, por edhe me marrëdhëniet e mira fqinjësore. Përmes një deklarate, MPJ-ja serbe u ka bërë thirrje fqinjve përfshirë Malin Izi, që të përmbahen nga deklaratat e veprimet që mund të përshkallëzojnë tensionet dhe të punojnë për forcimin e besimit të ndërsjellët. Ne besojmë se është thelbësore të punohet për ruajtjen e marrëdhënieve pozitive, në vend që të mbështeten aktivitetet anti-serbe për çarjet e mëtejshme dhe konfliktet, është thënë në deklaratë. Mali Izi e njoh pavarësinë e Kosovës në vitin 2008, kur në pushtet ishte Partia Demokratike e Socialdemokratëve e Mido Gujanovićit, i cili e humbi zgjedhjet në gusht të vitit 2020 ndaj Frontit Demokratik pro-serb dhe pro-rus, demokratëve dhe lëvizjes URA.